Vizita e 3 orëshe e ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në dhomën e babait të tij, i cili ndodhet i shtruar në QKUK, është përcjellur me vëmendje të madhe në opinionin publik. Për disa orë Thaçi pati mundësinë ta vizitojë Tajatin në gjendje të rëndë shëndetësore, i cili po trajtohet në klinikën interne në QKUK. Detaje ekskluzive janë mësuar për atë çka ka ndodhur brenda klinikës në kohën kur Thaçi po qëndronte aty. Informacioni i parë është se Thaçi ka pasur mundësi që të takohet me baban e tij, nënën, por edhe me bashkëshorten. Pra gjykata speciale e ka lejuar të ketë kontakt vetëm me këta 3 persona, kjo bazuar në vendimin e gjykatës. Informacioni i dytë është se familja i kishte sjellur Thaçi disa lloje të ushqimeve tradicionale të Kosovës, të njëjtat për shkak të masave të rrepta të sigurisë. Ushqimi fillimisht ishte kontrolluar nga sigurimi i gjykatës speciale. Thaçi gjatë kohës është përshëndetur nga pacientët, familjarët e tyre dhe mjekët. Po ashtu Thaçi përshëndeste me dorë në zemër ose gishtin e tij të famshëm ata që ndodheshin jashtë duke broritur me thirrjet UÇK dhe UÇK. Kjo vizitë vjen pasi pak javë më parë Thaçi t'u refuzua një vizitë në Kosovë, të cilën ai e kërkoi për të takuar pikërisht baban e tij të sëmurë. Jashtë spitalit qindra persona kishin ardhur për ta përshëndetur.